Rikthyer në studio, folëm në pjesën e parë për sulmin që Ukraina zhvilloi në Rusi në datën 1 qershor, ndërkaq duket sikur është krijuar dhe një konflikt tjetër për shkak të kësaj. Ka patur akuza nga Agjencia Ruse e Spionazhit drejtuar Serbisë për armatosje të Ukrainës dhe Moska i ka konsideruar si thika pas shpine. Mentor, sa reale janë këto? Edhe herë? Agjencia Ruse e Spionazhit i është drejtuar Serbisë dhe i ka thënë që i ka konsideruar thika pas shpine, sepse pretendojnë që Serbia ka furnizuar Ukrainën me armë, me armatime. Dhe Vučić ka thënë po, ne i kemi shitur Europës, ne i ka kërkuar. Po, besoj në këtë emisionë kemi përmendur ku nuk flitej për të që... Tani është real ky konflikt, po themi, apo? Se vjen dhe në kontekstin ku ka shumë protesta edhe një përpjekje të vazhdueshme për ta rrëzuar Vučićin edhe qeverinë. Mendoj që në një vëllim prej rreth 900 milion eurosh ka armë të eksportuara nga Serbia, jo drejt për së drejti në Ukrainë, por nëpërmjet vendeve të treta kanë hyrë në Ukrainë, dhe ky nuk është një lajm i ri, ky është një lajm i vjetër në fakt, dhe është diskutuar gjërë e gjatë, dhe besoj që ky ka qenë edhe një prej elementeve kryesor se përse perëndimi ka mbështetur presidentin Vučić. Pavarësisht se ishte një krizë jashtëzakonisht të madhe, me qindra mijëra njerëz në protesta, ne nuk kemi parë një qëndrim serioz as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga vendet e Bashkimit Evropian kundër presidentit Vučić. Dhe mendohet që një prej arsyeve, natyrisht që ka një kontekst shumë të gjerë gjeopolitik, por një prej arsyeve është edhe fakti që underground, administrata e presidentit Vučić ka mbështetur Ukrainën në luftën me Rusinë dhe në mënyrë të veçantë me eksportin e armatimeve, të cilat janë menduar shumë të rëndësishme për Ukrainën në frontin e luftës në teatrin e luftimeve. Natyrisht që situata në Serbi është shumë komplekse për t'i dhënë një përgjigje të thjeshtë dhe nëpërmjet vetëm njërit prej këtyre variablave. Besoj që presidenti Vučić ka arritur të krijojë një situatë politike tipike të vendeve që kanë rrëshitur në autoritarizëm, ku defunksionalizohet opozita dhe pastaj sado që populariteti i atij që është në pushtet bie, është shumë e vështirë për ta zëvendësuar. Pse? Sepse nuk ka alternativë politike. Dhe ne shohim që pavarësisht protestave masive në Serbi, këto protesta nuk arrin të kanalizohen në pikpamje politike, sepse opozita është e përçarë dhe nuk ka kredibilitetin e nevojshëm për të krijuar një alternativë politike, dhe jemi në një situatë tipike të ngërçit politik, ku kemi një president i cili nuk ka legitimitet popullor, por nuk ka alternativë që mund ta heqë nga pushteti. Nesha.